Një operacion policor i koduar Skadenca ka çuar në arrestimin e një 42 vjeçari nga Thieri, i cili po magazinonte dhe shiste medikamente të skaduara dhe pa faturë tatimore. Shtetasi BB, i cili kishte krijuar një rrjet furnizimi të farmacive të qytetit, furnizonte tregur me ilaçe të falsifikuara dhe të rrezikshme për shëndjetin, me qëllim përfitimin e paligjshëm. Gjatë kontrollit të banesës së tij, policia ka sekuestruar 2289 kuti medikamentesh, prej të cilave 1635 ishin të skaduara dhe 2654 të tjera pa dokumentacion të rregullt tatimor, dyshohet se janë futur kontraband. Hetimi i kryer nga seksioni për krimet ekonomike financiare, në bashkëpunim me prokurorin, ka zbuluar se BB ka ushtruar këtë aktivitet për një periudhë të gjatë kohore. Në përfundim të operacionit, u bë arrestimi i shtetasit BB për veprat penale, prodhimi dhe tregtimi i barnave të falsifikuara dhe të rrezikshme, fshehja e të ardhurave, ruajtja dhe depozitimi i mallrave kontraband dhe tregtimi i mallrave kontraband.